Sot nderojmë dëshmorët dhe heronjët e Prishtinës. Liria jonë, shteti, pavarësia, çdo gjë që gëzojmë sot ka ardhur me një çmim dhe me një sakrificë të lartë. Dhe për ne që jemi gjallë sot dhe që marrim frymë, sa herë që e humbim rrugën, vim këtu. Dhe rrugtimi dhe amaneti është udhërëfysi ynë për hapat që na presin. Sigurisht nderemi përjetshëm, për dëshmorët, për heronjët, për ata që dhanë gjithçka që ne sot të jemi të lirë. Faleminderit shumë.